Ruajtja e gjuhës, gjuha që të shpije në xhenet ose xhehenem. Aliu, një njeri i urtë, ishte por kishte një ves, e kishte zakon të përgojonte dhe të shpifte. Nuk I jepte rëndësi fjalës së tij. Një ditë dëgjoi një ligjërat për gjuhën. Pejgamberi alayhis salam kishte thënë: njeriu mund të hidhet në zjarr për një fjalë. Këto fjalë I hyn në zemër si një thikë, që nga ajo ditë nisi të heshtë më shumë. Çdo herë që donte të fliste pyeste veten: a e don Allahu këtë? E largoi veten nga shoqëria e fjalëve boshe, u afrua më shumë me njerëz të urtë, filloi të lexonte fjalët e të mençurve. Një ditë një njeri e fiu rend. Ai nuk reagoi, vetëm tha: Allahu të udhëzoftë. Ky qëndrim preku zemrën atij njeriu. Me vonë, ai vetë u kthye në Islam, sepse pa edukatën e lartë të Aliut. Fjala është pasqyrë e shpirtit. Aliu sot është shembull për të gjithë lagjen. Fëmijët e pyesin: si e mban gjuhën kaq të pastër? Ai përgjigjet: sepse do të jap llogari për çdo fjalë. Gjuha është amanet. Ajo mund të shërojë ose të plagosë. Nëse ruan gjuhën, ruan zemrën. Dhe kush e ruan zemrën, do xhenetin. Ruajtja e gjuhës është mirësi prej mirësive të mëdha. Andaj, gjuha jote le të flasë mirë ose le të heshtë, si tha I dashur I ynë Muhammed a.s. Kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flasë mirë ose le të heshtë, sepse heshtja në shumë raste është begati, është flori. Andaj, të kujdeseni çfarë flisni me gjuhët e juaja, që të mos I rëndoni të tjerët. Fol mirë, pra flisni mirë ose më mirë heshtni, sepse heshtja në shumë raste është mirësi.